A janë vajzat apo djemt më të afërt me prindërit? Kjo është një pyetje që shpesh ngjall diskutime në familje. Disa mendojnë se vajzat janë më të kujdesshme dhe të lidhura emocionalisht, ndërsa të tjerë besojnë se djemt janë mbështetja më e fortë për prindërit. Por si mendojnë shkodranët? Të dashtën janë të dy, por pak më tepër janë vajzat, sepse kthejnë kokën prapa, si për prind, ashtu për motër, për vlla, për tonë. Motrat, vajzat janë më dashura, por edhe djemt janë bekim. Vajzat, se djali si gjakuj, djali të linë në srusmaj, djali që në hik, ku të pyt djali për babel, për nanë, sot. Mos me, vajza pa, vajza është më dashtën për prind, është më adhimshme, më njëshme. Vajza është më dashtën. Kuse vajzat i kënë të dytë shpis djali ta leni ka mangut. Unë kam vajzë djali. Unë kam djalin shumë të dashtën se vajzën. Djali bën shumë për mua dhe vajza bën, po jo si djali. Vajza djem janë të dy dashtën. Të dy bajnë. Vajza ka mëlsin, djali ka dhimbshurinë, po nuk e shpreh. Sa është gjenia mashkullore, nuk i shpreh shumë emocionet. Femnat janë më emocionale dhe i shprehin. Të dy isa i dojnë prind. Për mu, isa i pak djali ma fakt, djali, normal. Vajzat kanë i fije ma shumë se kanë thënë kryt mrapa, me të kujtu, kurse djali është i fije ma në, jo se zdanë, po vetë jeta. Tradicionalja kështu e ka, vajzat krau i djathtë, vajza është kënane. Pavarësisht nëse janë vajza apo djem, ajo që ka më shumë rëndësi është dashuria dhe kujdesi që fëmijët tregojnë për prindërit e tyre, sepse afërsia nuk matet me gjini, por me zemër.